Sipas gjitha gjasave po, ashtu si në të kaluarën edhe kësaj radhe, ne në institut jemi duke u përpjek që ta monitorojmë intensivisht çfarëdo aktiviteti që konsiston në minimin e integritetit procesit zgjedhor të 12 tetorit në Kosovë. Jemi të bindur që do të shohim të njëjtat aktivitete kërcënuese dhe minuese për integritetin e zgjedhjeve. Jemi të bindur që institucionet e Kosovës duhet të jenë vigjilente në kuptimin e parandalimit të çfarëdo sulmi eventual kibernetik që mund të na vijë prej Serbisë dhe përveç kësaj gjithashtu jemi dëshmitar të veprimeve të njëjta të Serbisë që minojnë demokracinë në vendin tonë nëpërmjet manipulimit zgjedhor dhe nëpërmjet fuqizimit të listës serbe si organizat proxy e Serbisë në jetën politike të Kosovës, për shkak se në të kaluarën kemi pa metodat të kërcënimit, shantazhit, blerjes votave, e që kjo i bie që po, përveç cenimit të demokracisë dhe zgjedhjeve të lira e të drejta që Kosova mëton ti realizojë në çdo cikël zgjedhor, kemi gjithashtu arsye që të jemi të shqetësuar dhe që na thret për vigjilencë sa i përket aktiviteteve të tjera të cilat mund të jenë skenar destabilizimi eventual, për shkak se kjo do të shërbente minimit të proceseve demokratike dhe mbajtjes gjallë të destabilizimit të Kosovës, pra një situatë që është në interesin e Serbisë, me qëllim që të mos lejohet që Kosova të ndërtojë qëndrueshmëri institucionale dhe që Kosova të ketë sukses në integrimin e komunitetit serb në institucionet dhe jetën shoqërore të saj. Pra, duke pas parasysh këtë qëllim strategjik nga ana e Serbisë, po unë besoj që edhe në këto zgjedhje do të shohim gjithnjë më tepër aktivitete kërcënuese për integritetin zgjedhor dhe ndërhyrje që e cenojnë demokracinë në zgjedhjet e 12 tetorit. Unë besoj që në koordinim me aleatët ndërkombëtar kemi kapacitete, ndonse sa i përket sigurisë kibernetike dhe gjendja lë për të dëshiruar, por jam i bindur që me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova tashmë ka shënu hapa të rëndësishëm në sigurinë kibernetike, sa i përket kësaj, dhe e dyta, policia dhe institucionet e tjera duhet të jenë vigjilente në kuptimin e aktiviteteve që konsistojnë te kërcënimi, shantazhi dhe blerja e votave, për shkak se këto paraqesin ndërhyrje që cënojnë demokracinë dhe që cënojnë kapacitetet përfaqësuese të qytetarëve serb të Kosovës, për shkak se ndërhyrjet e Serbisë vazhdimisht i kemi pa në këtë terren, me qëllim që të ruhet fuqia e saj ndikuese nëpërmjet listës serbe në zgjedhjet në Kosovë.